Shqipëria vijon të përmirësoj pozicionin e saj në raportin e fundit të Freedom House për liri në botë, duke arritur në 69 pikë, një rënditje me 1 pikë krahasuar me vitin e kaluar dhe duke u rënditur në krye të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Ky rezultat konsiderohet një tregues pozitiv për zhvillimin demokratik në vend dhe për përpjekjet për forcimin e institucioneve. Pas Shqipërisë rënditet Malizi me 68 pikë, Maqedonia e Veriut me 67, ndërsa Kosova ka shënuar gjithashtu përparim duke arritur me 61 pikë. Më tej vijnë Bosnia dhe Hercegovina me 54 pikë dhe Serbia, e cila rënditet e fundit në rajon me 53 pikë. Diferenca mes vendeve mbetet relativisht e ngushtë, por tregojnë dinamika të ndryshme zhvillimi në aspektin e të drejtave politike dhe lirive civile. Raporti vlerëson se Shqipëria ka një histori zgjedhjesh konkurruese dhe një kuadër institucional që lejon ushtrimin e lirive themelore. Liria e besimit dhe ajo e tubimit respektohet në përgjegjësi, ndërsa media dhe shoqëria civile operojnë në një mjedis relativisht të hapur, pavarësisht sfidave që hasin. Megjithatë, Freedom House thekson se polarizimi i fortë politik mbetet një nga problemet kryesore, duke ndikuar në funksionimin normal të institucioneve dhe në klimën politike në vend. Po ashtu, korrupsioni dhe mitmarrja vijojnë të jenë shqetësime serioze. Megjithëse, reforma në drejtësi dhe përpjekja për rritjen e transparencës ka nisur të japin rezultate konkrete. Në raport nënvizohet se forcimi i sundimit të ligjit dhe rritja e pavarësisë së gjyqësorit janë ndër faktorët kryesor që kanë ndikuar në përmirësimin e vlerësimit të Shqipërisë. Këto zhvillime konsiderohen thelbësore për konsolidimin e demokracisë dhe për avancimin e vendit në rrugën drejt integrimit evropian. Raporti i këtij viti mbulon periudhat nga 1 janari deri në 31 dhjetor 2025 dhe analizon situatën me 195 vende dhe 13 territore në mbar botën. Sipas tij, vetëm 21% e popullsisë globale jeton në vende të konsideruara të lira, një rënje e ndjeshme nga 46% që ishte në dekada më parë. Ky trend global tregon për sfidat në rritjen ndaj demokracisë, duke e bërë edhe më të rëndësishme progresin e vendeve si Shqipëria në forcimin e lirive dhe të drejtave themelore.